Në Pallatin e Kongreseve në Tiranë u zhvillua eventi Matchmakers 2026, një platformë që bashkon investitor, zhvillues dhe partner ndërkombëtar, me qëllim krijimin e bashkëpunimeve të reja dhe promovimin e potencialit të tregut shqiptar. Në fjalën e tij, kryeministri Rama aftoi supermarketet e huaj të investojnë në Shqipëri, pasi vendi përfaqëson një treg në zgjerim. Më e mirë është që sot Shqipëria reflekton kohën e botës. Dhe ndërkohë, vetëm pak javë më parë, panajiri botror në Berlin na tregon që Shqipëria nuk është më një tokë e premtuar për një të nesër më të mirë, por një vend të cilin të gjithë duhet ta shohin e ku të gjithë duhet të hidhen të bëjnë sikur nuk ka të nesërme. Në këtë event, Concord Group, grupi më i madh i investimeve në Shqipëri, u prezantua me projektin prestigjioz Marina Aurikum, një nga më të rëndësishmi në sektorin e pasurive të paluajtshme dhe turizmit në Shqipëri. Ne prezantohemi sot me projektin Marina Aurikum, i cili është një ndër projektet tashmë të cituar më unik që nga arkitektura dhe mënyra e organizimit të godinave me njëra tjetrën, për ta kthyer në një destinacion të ri dhe për një jetesë dhe lifestyle më unike në Bregdetin e Shqipërisë, në Vlorë. Më vjen mirë që shoh një rritje të kërkesave të blerësave të huaj, jo vetëm kërkesa të blerësave besnik jashtë Shqipërisë, siç jashtë diaspora, por dhe blerësave international. Ky projekt synon të transformojë zonën e Aurikumit në një destinacion të ri turistik dhe rezidencial, duke përfshirë mbi 1000 njësi banimi, hapësira komerciale me brende ndërkombëtare dhe një hotel me 5 yje, potencialisht në brendin botëror NH Collection. Ne kemi një prezencë të madhe në Europë me 350 hotele gjithsej dhe jemi të lumtur me disa prej tyre, siç është rasti i Shqipërisë. Ne jemi duke shfrytzuar potencialin e këtij vendi dhe Riviera e Shqipërisë t'i jep mundësinë që të përmirësohesh në nivelin e turizmit, duke vendosur këtu edhe projektin tonë në Marina Aurikum. I konceptuar nga arkitekti i njohur ndërkombëtarisht Chris Preck dhe studioja e tij, projekti përfaqëson një standard të ri zhvillimi në Bregdetin shqiptar. Punimet për Marina Aurikum kanë nisur dhe projekti parashikohet të përfundojë brenda 50 muajve, duke krijuar një destinacion unik në një nga zonat më strategjike të Rivierës shqiptare. Evente të tilla si Matchmakers shërbejnë si platformë e rëndësishme për të promovuar Shqipërinë si një destinacion me potencial të lartë investimi, veçanërisht në sektorin e turizmit dhe infrastrukturës bregdetare.